Me synim anulimin e vendimeve të zyrës së rregullatorit për energji për ngritjen e tarifave për 16.1% dhe për daljen në treg të hapur të bizneseve me më shumë se 50 punëtor ose me më shumë se 10 milion euro qarkullim vjetor, Lidhja Demokratike ka nisur procesin e mbledhjes së nënshkrimeve të deputetëve. Deri në këtë fazë, kërkesës që do t'i dorëzohet rregullatorit të hënën, mbështetje i dhanë deputet të Partisë Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës Social-Demokrate, por mbështetje nuk gjeti televizja vetëvendosje. Pasi tha se Nisma synon parandalimin e një valje të re inflacioni dhe mbrojtjen e bizneseve, deputetja Hykmete Bajrami foli për ofertat që kompanitë prodhuese i kanë marrë. Ata kanë marrë një ofertë të vetme dhe a dini prej kujt? Prej Keskos, prej operatorit prej të cilit ata aktualisht furnizohen. Dhe tash, zyra e rregullatorit të energjisë e ka të qartë, e ka letë të verifikueshme që nuk ka treg të lirë sa i përket furnizimit me energji elektrike në Republikën e Kosovës. Përtej anulimit të vendimeve që i vlerësojnë në dëm të ekonomisë së vendit dhe familjeve, deputeti i PDK-s Ferhat Shala tha se kërkesa përfshin edhe raportimin e ZRE-s menjëherë pas konstituimit të kuvendit. Nga ajo që shihet dhe ankesat e bizneseve që kanë marrë, si më thënë, para ofertat, çmimet varierojnë mbi 200%, më shtrenjtë se sa aktualisht që ato furnizohen me energji. Nëse ne pajtohemi me këtë, do thotë pajtohemi me ndërprerjen e prodhimit vendor, nëse ne pajtohemi me këto çmime dhe këto vendime të ZRE-s, ne pajtohemi me shurjen e qindra kompanive. Ndonë se tha se i kupton shqetësimet, deputeti i LV-s Armend Muja theksoi se ZRE-ja është institucion i pavarur që merr vendime mbi bazën ligjore që këto parti e kanë miratuar. Hapat që i ndërmerr opozita në këtë fazë janë të pasinqerta, sidomos ndaj komunitetit bizneseve e ndaj qytetarëve në përgjithësi për faktin që në vitin 2016 ka qenë pikërisht LDK-ja me PDK-n, antarët e tyre që në fakt përmes amandamentimit të ligjit i krijon këto rregulla që bizneset që kanë qarkullim mbi 10 milion euro dhe mbi 50 punëtor duhet dalin në tregun e hapur. Sipas njoftimit të zyrës së rregullatorit për energji, nga 1 qershori rreth 1300 kompani me më shumë se 50 punëtor ose më shumë se 10 milion euro qarkullim vjetor do të largohen nga shërbimi universal dhe do të detyrohen të dalin në tregun e hapur. Bizneset kanë kërkuar shtyrjen e këtij vendimi për një vit në mënyrë që të gjejnë kontrata më të favorshme sesa ato që u janë ofruar aktualisht.